Mirë, jemi rikthyer në këtë vëndje të Bardhazisë, ku do të flasim për problemet e shëndetit mendor, dhe ato probleme janë të vazhdueshme, ne mendojmë se jemi të shëndetshëm. Janë më të rëndësishme se problemet ekonomike. Janë shumë më të rëndësishme, është e vërtet. Dhe ky emision gjithmonë i kushtohet rëndësisë. Tani ju mbase po i kushtoheni rëndësisë së kampionatit, rëndësisë së ndeshjes, se keni hallë si do dali Franca me Norvegjin. Po ç'keni ju edhe po fitoi Franca me Norvegjin, po ndiqni Bardhazin atje. Po, kjo të paktën është e juaja. Është në studio me ne, vjen për herë të parë, shpresojmë jo për herë të fundit. Ne Xhibeqiri ju e dashur, faleminderit. Një ndjekse dhe mike e dashur për ne, nëse kemi ftuar Turpion. Faleminderit për ftesën. Jam e kënaqur që më keni ftuar sot. Faleminderit që jeni në Bardhazin sot. Valentina Galliu, që gjithmonë më pyet, pse më ftoni mua? Ka lënë Vlora për Bardhazin sonte, imagjinoje të marrë rrugën. Shëfësht direkte sa të mbaroj lajmi Bardhazis. Ne nuk e dim që të ftem, po dim që ti je yll bote, kaq dim. Faleminderit. Dorian Meta. Ai është model. Model, nuk e di fare. Është model në sjellje në shoqëri. Mos përhapni panik. Model në shoqëri. Mirë se na Paniku është në protestë, këtu në studio s'bën panik, ne vëmë vërteta. Dhe një psikiatre, Fatbardha Xhani Muslimi, një mike shumë e vjetër e imja personale prej viteshë, s'ka ftuar Bardhën një në emision, po turpo nuk të vjen. Ja që doli dhe kjo. Uzit. Po e ftuan për një temë shumë të rëndësishme ama. Kur fillon edhe të merr koka pak erë, tani si ajroset. Tani ato probleme që ne ndoshta nuk i dim, nuk i konstatojmë, që kur fillojnë? Që kur fillon një trup, që një mendje në një trup të shëndetshëm të ngarkohet dhe të ketë probleme. Nuk ka një kohë të caktuar, në fakt. Në çdo kohë. Në çdo stin. Në çdo kohë. Pra janë dhe fëmijët të riskuar, edhe të rriturit, edhe fëmijët. Po kur vjen pleqëria, shtohen apo ikin marrin... Kur vjen pleqëria, më të shprehura janë çrregullimet demenciale. Demencat, të cilat mund... Baba im vuante nga demenca, po. Dhe kjo vjen nga stresi, nga ngarkesa, apo janë çfarëdo? Demencat janë sëmundje degenerative, në fakt, por që shoqërohen edhe me çrregullime emocionale, psikologjike, të cilat trajtohen nga... Janë njerëzit që përjetojnë emocionet forta, që janë të predispozuar për të përjetuar një demencë në pleqëri, ose në një mosh deri diku të thyer, si... është një predispozicion gjenetik, i cili nëse ka dhe faktorët shpërthyes, faktorët e riskut, një gjendje emocionale më të shprehur, një ndjeshmëri më të shtuar. Janë edhe tiparet e personalitetit të individit, që ndikojnë në shpërthimin e saj. Kur flasim për problemet mendore, janë të gjithë të predispozuar, apo... Jo, po doktoresha tha një gjë shumë esenciale, e cila më tërhoqi vëmendjen, megjithëse unë nga që merre me problemet, si thua, sociale, që vinë për studio, apo në byro, e tjere, gjatë gjithë jetës time dhe si vërprimtare shoqore, tha një gjë që është me të vërtetë esenciale, që ka diçka që është edhe predispozicion gjenetik, që do thotë ka të bëjë, si themi ne, me genin. Do më thënë, njerëzit në njerë thonë pse ndodhi kjo tek filani, qoftë fëmijë, apo në moshën e rinisë, apo dhe më vonë. Do njërë ato janë gjendje të fshehura, që janë ndikon, do më thënë, origjina e tyre, geni i tyre, nga babaj, nga nana, dhe këto shenja të para, dorë. Edhe pasaj, kur në qoftë se kryon kushte, e ta sqarojmë pak të, pasaj në qoftë se ka kushte, ka një tronditje të fort psiqike, ndodh një traumë, ndodh diçka në jetën e tyre, një problemet e tjerë, atëhere çfaqet, do më thonë se ti thuash si ajo lulja që është vyshkur dhe pasaj, po jo dhe pak ujti, ajo pa mund të